Shqipëria i plotëson të gjitha kushtet. Regjimi i Ramaduros këtu në Tiranë i plotëson të gjitha kushtet që ka plotësuar Maduro atje, sepse në të gjitha deklaratat e Departamentit të Shtetit në muajt e fundit, në javët e fundit dhe në vitet e fundit, Shqipëria është qendër operacionale e trafikut kokainës dhe e krimit të organizuar. Zgjedhjet villen nëpërmjet ndihmës së karteleve të drogës dhe të kokainës. Këtë kemi parë tek përgjimet që kanë dalë dhe që i kanë tashmë edhe shërbimet europiane, edhe ato amerikane, edhe ato të vendeve të tjera mike të Shqipërisë, ku kartelet e drogës ndryshonin vendin rënditjen e kandidatëve për deputet të rilindjes, që është klauzula e narkoterrorit.